Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shumë njerëz besojnë se shtimi në peshë vjen vetëm nga ngrënia e tepërt, por në realitet jo gjithmonë është sasia e ushqimit ajo që na shëndosh, por shpesh mënyra se si i kombinojmë ushqimet mes tyre. Edhe kur ham ushqime që në vetvete duken të lehta, kombinimet e gabuara mund të ngadalsojnë tretjen, të rrisin insulinën dhe të shkaktojnë grumbullim yndyre në trup. Në këtë video do të flasim me detaje për kombinimet më të zakonshme ushqimore që të shëndoshin, pse ndodh kjo nga ana biologjike dhe si mund t'i zëvendësojmë për një metabolizëm më të shëndetshëm. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos të mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Kombinimi i parë, bukë e bardhë me djathë, sallam ose gjalp. Ky është një nga mëngjeset më të zakonshme në tryezat tona, i shijshëm, i shpejtë dhe praktik. Megjithatë, ky kombinim është ndër më problematikët për shtimin në peshë. Buka e bardhë përmban karbohidrate të rafinuara, të cilat rrisin menjëherë nivelin e sheqerit në gjak. Nga ana tjetër, djathi ose sallami janë të pasura me yndyra të ngopura. Kur këto dy lloje ushqime shtreten bashkë, trupi ka vështirësi në përdorimin e energjisë dhe përfundon duke ruajtur tepricën në formë djame. Si zëvendësim mund të përdorësh bukë integrale, pak djathë të bardhë ose gjizë dhe shto disa feta domate apo kastravec për ta balancuar me fibra. Kafe me ëmbëlsira. Kafeja me një copë tortë apo croissant është një zakon shumë i përhapur, sidomos në mëngjes, por ky kombinim është një kurth metabolik. Kafeina stimulon kortizolin, hormonin e stresit, ndërsa sheqeri nga ëmbëlsira rrit menjëherë nivelin e insulinës. Këta dy hormone në kombinim rrisin oreksin, shkaktojnë ruajtje të yndyrës dhe mbingarkojnë pankreasin. Për më tepër, ky kombinim të jep një ndjenjë të rreme energjie që bie shumë shpejt, duke të bërë të kërkosh më shumë ushqim pas pak orësh. Si zëvendësim mund të përdorësh kafe pa sheqer ose me pak qumësht dhe në vend të ëmbëlsirës disa fruta të thata ose një copë çokoladë të zezë me përmbajtje të lartë kakaoje. Kombinimi i tretë, makarona me djathë ose salcë kremoze. Ky është një ushqim i dashur për shumë njerëz, por kombinimi i karbohidrateve me yndyrë është një nga faktorët kryesor që çojnë në shtim të peshës. Karbohidratet nga makaronat rrisin sheqerin në gjak, ndërsa yndyrat e djathit ose salcave të trasha ngadalsojnë tretjen. Kështu trupi nuk i përdor menjëherë si energji dhe i depoziton si djam. Zëvendësim i shëndetshëm. Përdor makarona integrale me salcë tomatesh natyrale, vaj ulliri dhe perime si kungull, brokoli ose spinaq. Kjo kombinon fibra, antioksidantë dhe yndyra të mira. Kombinimi i katërt, mish me patate. Kjo është një nga kombinimet më tradicionale dhe të preferuara, por edhe një ndër më të rënda për sistemin tretës. Mishi kërkon shumë kohë për të tretur, ndërsa patatja përmban karbohidrate që treten shpejt. Këto dy ritme të ndryshme tretjeje bëjnë që ushqimet të qëndrojnë më gjatë në stomak, duke shkaktuar fryrje, gazra dhe ngadalësim në metabolizëm. Për më tepër, ky kombinim stimulon prodhimin e insulinës në pranitë e proteinave të rënda, gjë që nxit depozitimin e yndyrës abdominale. Zëvendësim i shëndetshëm, shoqëro mishin me perime të ziera ose sallatë freskët. Kështu balancohet proteina me fibra dhe ushqimi tretet më lehtë. Kombinimi i pestë, frutat me njëherë pas ushqimet. Ky është një kombinim shumë i zakonshëm, madje edhe te njerëzit që kujdesen për shëndetin. Frutat rreten shumë më shpejt se sa ushqimet tjera. Kur i han pas një vakti të plotë, ato mbeten më gjatë në stomak, fillojnë të fermentohen dhe shkaktojnë gazra, fryrje dhe ndonjëherë aciditet. Përveç kësaj, kombinimi i sheqerave nga frutat me karbohidratet e vakteve rrit ndjeshëm nivelin e glukozës dhe ndikon negativisht në balancën hormonale të trupit. Zgjidhja e duhur. Ha fruta gjithmonë të vetme të paktën 30 minuta para një vakti ose 2 orë pas ngrënies. Në këtë mënyrë përfiton më mirë vitaminat, fibrat dhe antioksidantët që ato ofrojnë. Kombinimi 6. Krip dhe sheqer në të njëjtin vakt. Ky është kombinimi që ndodhet pothuajse në çdo ushqim të përpunuar, nga fast foodet, pica dhe salcat, deri te pijet e gazuara. Kur kripa dhe sheqeri kombinohen bashkë, ndodh diçka interesante. Kripa bën që trupi të mbajë ujë, ndërsa sheqeri stimulon ruajtjen e yndyrës. Ky efekt i dyfisht çon në fryrje, mbajtje lëngjesh dhe shtim të dukshëm në peshë, edhe nëse sacia e ushqimit nuk është e madhe.
Për më tepër, ushqimet e përpunuara aktivizojnë sistemin e shpërblimit në tru, duke na bërë të konsumojmë në mënyrë të pavëdijshme më shpesh. Zgjidhja më e mirë: gatuaj në shtëpi me përbërës të freskët, përdor erëza natyrale në vend të kripës dhe shmang pijet e përpunuara apo ushqimet e gatshme. Kombinimi 7: qumësht me ushqime të rënda ose me mish. Edhe pse qumështi është i pasur me kalcium dhe proteina, ai ka një strukturë që ngadalëson tretjen e ushqimeve tjera. Kur kombinohet me proteina shtazore si mishi ose vezët, trupi harxhon më shumë energji për t'i përpunuar dhe kjo shpesh çon në lodhje dhe fryerje pas ngrënjes. Qumshtin ose produktet e tij konsumoj të ndara nga ushqimet e tjera të rënda, më mirë në mëngjes ose si vakti lehtë në darkë. Në përditshmërinë tonë, shumë prej këtyre kombinimeve ndodhin pa vedije, por duhet të kemi parasysh se trupi nuk reagon vetëm ndaj sasisë së ushqimit, por edhe ndaj rëndësisë së kombinimeve që bëjmë. Kur i përzieni karbohidratet, yndyrnat dhe proteinat në mënyrë të pabalancuar, trupi ka më shumë vështirësi për t'i përdorur si energji dhe përfundon duke i ruajtur si depozita dhjame. Nëse fillon t'i shmangësh këto kombinime dhe të ndërtosh vakte të balancuara, do të ndjesh përmirësim në tretje, energji më të qëndrueshme dhe rënje të natyrshme në peshë, pa pasur nevojë për dieta ekstreme. Mos harro, kujdesi për trupin fillon nga njohja e ushqimeve dhe mënyra se si ato bashkëveprojnë mes tyre. Ushqimi nuk është armik, por kombinimi i gabuar mund të kthehet në pengesë. Ndaj zgjedh me kujdes, ha me ndërgjegje dhe ndjehu mirë në trupin tënd. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.